Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Egli i bën të papriturën produksionit, ja çfarë po i ndodh formatit pas daljes së saj. Pas largimit të papritur të Eglit, spektakli ka pësuar një rënje të ndjeshme të shikueshmërisë, duke sjellë një situatë të papritur për produksionin. Sipas të dhënave nga rrjetet sociale, videot e publikuara në Instagram, të cilat më parë arrinin 300.000 deri 1 milion shikime, tashmë kanë një mesatare prej 70.000-80.000 shikimesh. Kjo rënje drastike tregon ndikimin që Egli kishte tek publiku dhe sa e rëndësishme ishte prania e saj në shtëpi për ndjekësit e formatit. Disa fansa dhe ndjekës të programit po aludojnë se kjo mund të jetë një nga arsyet pse ka teori për rikthimin e saj në lojë, ndërsa të tjerë e shohin këtë si një provë të qartë se publiku e ka konsideruar largimin e saj një humbje për spektaklin.